Një formë tjetër është ajo e legalizimeve. Në vitin më të lash, para 20 vjetës të 2006-ës, që hyri në fuqi ligji i legalizimeve, ishte një ligj i cili njohu në vetvete edhe bashkëpronësinë ndër të tjera. Pra kush ishin 4-5 familjar që mund të kishin nder me një kontratë porosie dhe diçka katin që nuk ishte marrë leja nga bashkia, supozojmë, u legalizua dhe ata automatikisht bëshin bashkëpronar të kësaj pronës së tyre, që mund të ishte edhe një tokë. Bashkëpronësia është dhe këtë toka bujqësore. Për shembull, një nga elementet më të zakonshëm që na qellon në përgjykata të bëjmë në lidhje me bashkëpronësisë është ajo e tokës bujqësore, familjes bujqësore. Këtu kanë qenë dhe probleme më të mëdha për sa i përket edhe bivendosjeve, tjetërsimit të pronës së pronarëve legjitim dhe gjithë pasojat që ne i dim, i famshmi ligj 7501. Ku në të vërtetë çfarë krijoi? Krijoi frymën e bashkëpronësisë. Sepse aty lind elementi i parë, le të themi, i Shqipërisë pluraliste, ku koncepti i bashkëpronësisë materializohet në një formë të një akti juridik ku jemi të gjithë pronar. Më vonë, kjo do të manifestohet në 92-shin me ligjin e privatizimeve, që sot është rikthyer problematika për sa i përket tokës, mbi të cilën janë ndërtuar pallatet e kohës Enverit, po i quaj kështu në terminologjinë e popullit, dhe këtu kemi prap konceptin e bashkëpronësisë.